Kjo është rruga që të çon në fshatin Zall Bastar. Është një vigjar përushe ku me vështirësi shkëmbehen dy makina. Në vitin 2024, kryebashkiaku Erion Veliaj për ndërtimin e saj i dha biznesmenit Hamz Islamaj 2.1 miliard lekë. Ishte një tender që u vlerësua me risk korrupsioni dhe u shënua me flamur të kuq nga Open Data Albania. Ndërsa kjo është pamja rrugës në Dibër. Në janar 2026, kryetarja e komanduar e Bashkisë Tirane, Anuela Ristani, njoftonte situatën nga moti i keq. Rruga e re ishte bërë e pakalueshme dhe kërkonte ndërhyrje. E ndërsa hidhte këtë foto të punës së punojësve për hapjen e rrugës për në Zall Bastar, Anuela Ristani gatuante në një tjetër tender që lidhet me këtë fshat. Për këtë projekt janë 1.75 miliard lekë nga paratë e taksapaguesve të kryeqytetit të ndara nga buxheti i vitit 2025. Projekti është pjesë e premtimeve sa herë ka pasur fushat elektorale, pavarësisht se bashkia ka kryer punë her pas here, rruga ka dëmtime dhe gropa në disa pjesë të saj. Gjithë segmenti rrugor bashkë me degëzime ka një gjatësi prej rreth 6 kilometra dhe gjerësi mesatare 3.5 metra. Ajo shtrihet në një terren të pjerrët malor. Në segmente të ndryshme me kalimin e kohës ka degraduar si rezultat i mungesës së disiplinimit të ujrave të shiut, si dhe rrëshqitjeve të dherave. Hapësira publike në qendër të fshatit është e pasistemuar dhe është i nevojshëm asfaltimi dhe mobilimi urban i saj. Më 17 nëntor 2025 është mbajtur tenderi interesi të madh të 31 operatorëve ekonomik. Komisioni Anuela Ristani është përgjigjur me një procedurë që ka eliminuar konkurrencën. Në fazën e parë janë eliminuar 12 operatorë, mes të cilëve të gjithë ofertat më të ulta se sa vlera prezantuar nga kompania BIS me pronar Hamz Islamaj. Ortak me fituesin në këtë tender është dhe kompania Ergi SHPK e Nuri Ballës. Filtrat e Open Data Albania kanë kapur shkelje në këtë procedurë dhe e kanë klasifikuar me përshkrim. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Në këtë dokument dallohen ofertat më të ulta krahasuar me të fituese. Të gjitha janë fshirë në një të rënd të lapsit. Pas shpalljes së kompanisë së Hamz Islamaj fituese më 11 shkurt 2026 na lind një pyetje. Si ka mundësi që edhe Anuela Ristani e favorizon Islamaj, njësoj si Erion Veliaj? Edhe më herët Anuela Ristani nuk i ka bërë pjesë Islamajt. Ajo e ka favorizuar hapjes i formën BIS në tenderin ndërtimi rrugës që lidh rrugën Dajti me rrugën Muslim Qefalia Shish Tufin. Dhe janë plot 1.4 miliard lekë PATVSH që më 29 gusht 2025 u firmosin Islamajt. Megjithatë u aplikuan 20 operatorë ekonomik. Komisioni i Bashkisë nuk ka hapësirë për garë. Ekipi skualifikoi ofertat që ka përcjellë statusin e kompanisë BIS. Të bën përshtypje se komisioni në këtë rast ka skualifikuar edhe firmën e fuqishme të Qefalive, Dajti SHPK, që kishte ofertë më të ulët. Ndërkaq Islamaj është thyer në prioritet për bashkiaken. Në të njëjtën kohë me tenderin Zall Bastarit më 20 shkurt 2026, bashkia Rogozhini ka dhënë kompanisë BIS tenderin me objekt sistemi dhe asfaltim të bllokut 12 shtatori qendër 2 Çezmat me fond limit 1.6 miliard lekë. Tenderi ishte hartuar nga kryebashkiaku Edison Memolla, që është në burg për korrupsion. Nga ana tjetër na rezulton se biznesmeni është i lidhur me interesa private me grupin e zyrtarëve të Belinda Ballukut. Në gusht 2021, ministria Belinda Ballukut do të afronte si këshilltar ligjor në stafin e Ministrisë së Infrastrukturës avokatin e ri Ermal Nufi. Shumë shpejt me vendim të kryeministrit Rama, Nufi do të bëhej kryetari i bordit menaxhues të autoritetit rrugor shqiptar. Aty ku ndahen tendrat e infrastrukturës për të cilat po hetohet Belinda Balluku. Nufi do të bëhej antar i Këshillit Drejtues së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si dhe kryesonte bordin e Agjencisë Shtetërore të Informacionit Gjeohapsinor. Prej gushtit të vitit 2022, Nufi mbante pozicionin e drejtorit të kabinetit të zëvendës kryeministres Balluku. Ermal Nufi dhe zëvendës ministri Ami Kozeli ishin dy të besuarit që ekzekutonin pushtetin e Ballukut. Në të njëjtën kohë, të dy ishin me konflikt interesi me detyrë. Konkretisht zëvendës ministri Ami Kozeli dhe vëllai i drejtorit të kabinetit të zëvendës kryeministres Etmir Nufi së bashku rezultojnë antar të bordit këshillor të korporatës së investimeve shqiptare. Nepotizmi i tyre nuk është thjesht për një vend pune. Vëllai i Ermal Nufit, Edmir Nufi, rezulton ortak me Hamz Islamaj të kompanisë së transportit të kontenjerëve Martim Logistik. Në 20 janar 2021 tek terminali i kontenjerëve në Durrës, Edmir Nufi, Hamz Islamaj dhe Olsi Koça do të themelonin kompaninë Martim Logistik, e cila ishte si objekt veprimtarie ngarkim shkarkimin e madrave dhe veprimtari të tjera. Gjatësia e kësaj kompanie ishte shumë e shkurtër. Misioni i saj u mbyll me regjistrim në tetor të vitit 2022. Hapja dhe mbyllja e subjektit brenda një kohe të shkurtër ngre dyshime për pastrim parash. Ndërkaq Hamz Islamaj, pronari të kompanisë BIS SHPK, do të vinin fitime nga tenderat që rasin preshër. Parat vinin nga rindërtimi pas tërmetit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe koncesione nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në 6 vitet e fundit firma ka marrë afro 50 milion euro pagesa nga thesari i shtetit,
duke përjashtuar kontratat në bashkëpunim me kompanitë të tjera. 3 ditë pasi Ermal Lufi u vë në krye të bordit të ARSH-s në 1 korrik 2022, Hamzi Slamaj do të fitonte tenderin nga autoriteti rrugor shqiptar me vlerë 879 milion lekë. Konkretisht, bashkimi i kompanive BEIS dhe Erki SHPK Nuri Ballës do të shpallej fitues nga ish drejtori Evis Berberi për lotin 8 mirëmbajtje me performancën e segmentit rrugor Fyr Shega Divjak, Rruga Nacionale Grabin Strum Qaf Marinës. Ky veprim u bë në korrizë të kompanive të tjera me oferta më ekonomike. BEIS SHPK nuk kishte lidhje vetëm me vëllain e drejtorit të kabinetit të zëvendës kryeministres Balluku, por rezulton e lidhur edhe me drejtorin në Ministrinë e Infrastrukturës për programet e zhvillimit të fushës minjerave dhe industrisë. Mehmet Hasalami nëpërmjet djalit të vet Denis Hasalami. Ai zotëron edhe koncencioni hidrocentralesh, si Hecet Veleshica 1 dhe Veleshica 2, ku është bashkëortak me Hamzi Slamaj e kompanisë BEIS nga 50%. Pas këtyre të dhënave e kemi të qartë se kryeministri Rama është në dieni se kujt po jep tender Anuel Aristanit dhe Belinda Ballukut. Në rastin ton, qershia vjen mbi beton me firmë të kryeministrit. Në datën 8 nëntor 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen e ndërtimit për një objekt rezidencial të quajtur Garda Toer. Kulla 33 kate lart do të ndërtohet në hyrje të liçenit artificial të Tiranës, pranë ish Gardës së Republikës. Njëra nga kompanitë që kanë marrë lejen për ndërtimin e saj është Hasalami SHPK, që zotërohet nga Devis Hasalami. Janë paratë e bashkëpunimit në konflikt interesi me Hamzi Slamaj, ndërsa kjo kull 27 katëshe në kryeqytet lulëzan nga rama oligarkëve Hamzi Slamaj dhe Artan Sako. Leja titullohet Ndërtimi për objektin Godin Banimi dhe Shërbimi 27 kate mbi tokë me vendodhje në Bashkinë Tiranë me subjekt zhvillues shoqërinë 2 të SHPK dhe BEIS SHPK. Ndërkaq biznesi me tenderat forcohet. Me emërimin e Nufit si ministri i mbrojtjes, Hamzi Slamaj i shkoi si qok kontrata rrugës Zallë Bastarit.